për këdo. Në qoftë se kanë minimumi respektin për veten po edhe për organizatën ku bëjmë pjesë. Në qoftë se janë në një organizat ku statuti, rregullat e statutit, që po veti kanë miratuar, s'ja ka imponuar askush, dhe konstatojnë që ai rregull pengon që të jetë kandidat e jo më kryetar, dikush që me emër dhe mbi emër ja ndalon, kryetari, tani Berisha ishte, atëherë në këtë pikë nuk besoj që ka legjitimohet askush për të bërë disidentin, sepse të shkelet statuti një partie, nëse konsiderojmë vetëm parti, të ka shkelur akti i vetëm i parë i bashkëjetesës mes tyre. Në këtë pikë, ndoshta në studio edhe mund të thonë, e rëndësishme është se çfarë akti bëjnë, se çfarë qëndrimi bëjnë. Tani vetë të largohen nga partia pastaj. Jo, nuk jap të lloj zgjidhjet i bëj gjithë secili. Shkrimet që edhe në qendrimet faktikisht brenda në institucione, por në fundit të themeve gjën tjetër. Që i kanë shprehur këtë opinion edhe në mbledhjet e kryesisë apo në mbledhje që mund të ketë. Po pse është mëkat të konsiderohet edhe distancimi nga një ashtu quajtur parti, kur ajo për cilën ti lufton, ke kontribuar, ke folur në institucione, ke folur. Ku besojnë? Besojnë akoma. Po, si do të këto gjërat besojnë ke partia, me thonë të drejtën, unë vetëm komunizmin kam parë. Besojnë ke partia. Jo. Sot, shiqë Zotit, do duhet besojnë ke liria, do të besojnë ke individi. Nuk do të besojnë tek dhuna, tek diktati, tek urdhri në demokraci. Respekti do të jetë për veten, sigurisht secili ka të drejtën të aderoj atje ku ai pëlqen, por më duket që duhet të jetë racionale, që në qoftë se grupimi ku ti bën pjesë nuk i respekton vlerat për të cilat ti ke aderuar, do thotë që grupimi është larguar prej teje, jo ti prej partisë apo grupimit. E në këtë pikë nuk justifikoj askënd i cili e shef, e vlerëson, rebelohet, nuk flet, ose kur flet me gjysmë zëri, dhe vazhdon të shërbej si një sklav i vogël, mendor, sepse kjo janë simptoma të regjimit kaluar, me thënë të drejtën. Kështu ka ndodhur në fakt. Askush s'flet, kush flet bën sikur flet, askush s'bën akt. Aktet janë ato të cilët e bëjnë veprimin dhe vullnetin politik të vlerësueshëm. Nuk kishte pse të zbatojë dhe të respektojë Neni Basha, sa kohë zgjedhjet e 11 majit nuk i konsiderojnë të pranojnë që i kanë humbur. Dakor, edhe kjo është një zgjidhje, do duhet të pranojnë që është një grupim pa rregulla. Dhe kur është një grupim pa rregulla, përderisa rregullat nuk respektohen, është një grupim edhe pa vlera morale. Dhe për sa kohë mund të jetë, nëse pranojnë që është një grupim pa vlera morale, të paktën më lind e drejta të them që nuk është më parti politike. Është një sekt, është një rrym, është një turm, po ka dhe kështu, por nuk është më një parti politike e cila të mund të shitet publikut që nesër të marrin qeverisje. Pretendon që është demokratike, zhvillon zgjedhje, procese zgjedhore, riorganizohet, nëse do ta krahasojmë me Partinë Socialiste. Si qëndron kjo parti, si qëndrojnë dy partitë? Që të jem korrekt, Partia Socialiste është edhe më zgjidhës se sa kaq. Nëse këta bëjnë sikur bëjnë zgjedhje, ata nuk bëjnë hiç. Nëse këta në rastin më të keq këta të vetë përjashtojnë tek PS-ja të kërcënojnë, siç ndodhi me ish ministrin e jashtme, të mbyllin gojen. Po në fakt, kjo nuk është një garë që duhet i ngjajë njëra tjetrës, me thënë të drejtën. Sigurisht nuk shoh ndonjë ndryshim të madh. Është thjesht vetëm rifinitur. Dhe nëse këtu çështja është se kush është më keq njëra apo tjetrën, nuk besoj që kjo përbën më një interes publik. Dallimi, me qira fjala, dallimi duhet të jetë tek qasja ndaj publikut. Shumë shkurt po i them asaj çështjes së parë. Pash sot që Rama i doli mbrojtje investimit. Deshi ta kaloi, me sa duket, edhe dalja e drejtorit përgjithshëm ishte zbatimi i planit të Ramës, i prekur shumë thellë nga sjellja keqe e policisë, për këtë arsye ja vari fajin thjesht vetëm atij drejtorit të policisë, në fakt fajtori kryesor është vetë.
Po në mbrojtje doli dhe Berisha. I doli dhe Berisha. Dhe në fakt kjo është gjëja më irrituese e cila inkapsulon gjendjen aktuale politike të dy partive të vjetra në panoramën politike shqiptare, që ngjajnë me njëra tjetrën. Kjo është edhe më e frikshme se sa punët e brendshme që ndodhin në partinë e Sali Berishës, as ka pas zgjedhje, as do ketë zgjedhje, thjesht e vetëm do ta pranojnë për Partinë Demokratike. Duke pasur parasysh mënyrën se si ju e shihni këtë forcë politike, besoni se do të ketë ripërtëritje në kryesi dhe tek emrat e nënkretarëve? Nuk di ta them. Nuk është se kam një kuriozitet, me thënë të drejtën, por thjesht me analizë. Po pra, thjesht me analizë. Thjesht me analizë, po të shohim që nga humbja e zgjedhjeve të vjetshme, normalisht do duhet kishte ndodhur një analizë që kurrë nuk u bë. Do duhet ishte mbajtur përgjegjësi. Është bëhet në çdo takim që nëse kanë bërë ashtu, okay. Nëse janë të kënaqur është çështja e tyre, me thënë drejtën, ndoshta s'na lindet drejta për të i qortuar, por nuk më duket që jeta e një partie politike, prandaj ky është dallimi i madh. Jeta e një partie politike është çështje private e dhomave të mbyllura mbas perdeve. Sepse një parti politike nuk ekziston për këtë. Ekziston që të shfaqet në publik ata që votojnë ndryshe, që mban përgjegjësi, që ciklon elitat, që nuk e mban në sarkofag politik liderin e përjetshëm. S'ka se si. Aq më tepër kur pretendojnë të jenë djathtë, pastaj kjo do ishte shumë. Ndaj në këtë pikë, për sa kohë që s'ka ndryshuar asgjë, as drejtuesi, as retorika, as qëndrimi, ka ndryshuar një gjë në fakt. Këtë duhet ta pranoj. Nëse deri në zgjedhjet e vitit të kaluar, stisja e gjasme një konflikti me Ramën ishte më entuziaste, tashme kanë fikur të këtë stisjen e konfliktit, sepse janë bërë bashk, pas një lloj skrupulli dhe pas një lloj cipe, bashkuan votat për rezolutën e famshme, për rregulloren e famshme. Sepse janë emër të integrimit. Sa kohë flitet për integrimin e Shqipërisë për shqiptarët, nuk mund të dalim kundër. Ky flamuri i integrimit është bërë shumë rrethkosur, me thënë të drejtën. Në fakt. Çfarë duhet bënte Partia Demokratike? Nëse do ishit ju, antari i partisë, në pjesë ose i grupit parlamentar, do votonit kundër, flitet për. Nuk po them atë, po. Bëj atëherë. Janë ca çështje, janë ca ligje që po, dakord. Ta shohim siç ishte situata, ashtu siç ishte realisht. Po. Qeveria e Edi Ramës 83 mandate. E filloi këtë mandat, tha unë do ta çoj vetëm, s'kam nevojë për askënd. Madje as për këtë Sali Berishës. 1. E dyta. Skandalin, unë e quaj skandal, të mosheqjes imunitetit të zonjës Balluku ishte përgjegjësi vetëm kryekëput e qeverisë. E treta dhe më rëndësishmja, ndërkombëtarët, përfaqësuesit më të lartë, thanë që është test politik i qeverisë, jo i opozitës, as i lloj opozite në të drejtën. E në këtë pikë, përsa kohë i krijoi vetë të gjitha vështirësitë, po i quaj vështirësitë, në raport me ndërkombëtarët. Përse një moment, kur Edi Rama dhe qeveria e tij u vendos në cep të ringut prej ndërkombëtarëve, i hidhet kamerdarja e shpëtimit nga Sali Berisha duke bashkuar votën, gjasme për çështje të shprehjes së vullnetit për integrimin evropian, po s'ka nevojë ta testoj askush, e thënë të drejtën këtë. Sjellja më e mirë do të ishte, po, unë i bashkoj votat edhe me Edi Ramën, por ky gjë e parë të heq imunitetin, të bëj ndryshime në ligj për komisionet hetimore, me qëra fjala, të zhbëj ligjin për zonat e mbrojtura. Edhe nëse opozita nuk do jepte votat, që t'i mbante ajo njollën se nuk votoi rezolutën e integrimit. Kush po ja kërkonte llogari opozitës? Se këtë pyetje kam. Pa votat e Partisë Demokratike. Pikërisht. Përderisa. Jo, ka një ndryshim. Ai mund ta votonte vetëm me 83, 86 e me radhë. I ka. Me sa duket kishte nevojë edhe për votën e këtyre, për t'ju thënë ndërkombëtarëve, të cilët e kishin vendosur në, po themi, në cep të ringut, siç e thash më parë, të paktën për dy çështje. Një, për faktin që u bë pengesë ndaj drejtësisë,
Dhe për faktin që me thënë drejtë kështu është e vërteta, i shkeli me këmbë që në shtatorin e vitit kaluar me ndryshimet e rregullores. Marri mend, brenda natës, pa respektuar kushtetutën, procedurën e rregullores, e miratoi se kështu dua unë, për treguar që këtu tashmë jam unë, madje as ju nuk e dua më. Dhe këtë unë nuk arrit ta kuptoj. Kur një njeri të ka shkelur me këmbë, së përfill, nuk po them të hedh gazin lot sjellës, se kjo do ishte shumë pasandaj, po për këto çështjet institucionale, ndodhet në një situatë sikleti prej drejtësisë dhe prej ndërkombëtarëve, dhe ti që në fakt një farë mënyrë je viktim të jetës parlamentare, po është e vërtet, komisionet hetimore nuk ja jep, po fjalën nuk ja jep, po edhe i përjashton, e me radhë. Këta i gëlltisin të gjitha, Ka thënë çfarë të bëjmë, të japim votën kundër për integrimin. Për integrimin, e di si kontribuohet? Kontribuohet duke thënë, jo, unë nuk jap vot për Edi Ramën, sepse anti-integrimi më i madh është Edi Rama. Ky vend integrohet me drejtësi serioze, të mbështetur. Dakor, dhe këta e kanë thënë që Edi Rama nuk e integron Shqipërinë. Po pse si vendosën këto kushte? Edi Rama po çon drejt Gropit, ky vend integrohet pikërisht. Ky vend integrohet kur kontrolli parlamentar ndaj qeverisë, më saktë kontrolli i opozitës është efektiv, pse nuk e ngritën një çështje të komisioneve hetimore? Kur kërkuar sa dhe janë anuluar të gjitha zoti Alibej. Sa e sa komisione, dakord, kjo është një tjetër, po sa e sa tjera kanë kërkuar po ran dakord pra Bruna, ran dakord te rregulloria, se tashmë kemi një rregullore që nuk është më e njashme. E kanë bërë bashkë. Po. Nuk dëgjova një kërkesë të vetme ku thoshin po, komisionet hetimore, po që 1/4, siç e ka kushtetuta, e kërkon 1/4 deputetëve, automatikisht ngrihen për çdo gjë. Edhe për budalliqet e mundshme, është zgjedhja e opozitës, e 1/4 të deputetëve. Dhe e lanë thjesht dhe vetën se morën një 2-3 këshilltar, një 2 grupe miqësie, në fakt, ta them edhe këtë, nuk janë aq të paditur. E kuptojnë edhe këtë që unë them, e ndjejnë madje. Por unë i shtrëngon? Jo, nuk i shtrëngon asgjë. Thjesht dhe vetën kanë bërë paktin e radhës. Për reformën zgjedhore, për reformën territoriale, për reformën kushtetuese. Ka një pakt të fshehtë mes tyre. Po. Në qëndrime propozime, edhe pse s'ka asgjë konkrete. Akti më i madh i kundërshtisë, akti më i madh i kundërshtisë ishte rrëmbimi i telefonit në komisionin e përbashkët të reformës administrative. Tani këto historitë e teatrit hipokrit që mundi bëjnë shqiptarëve, unë besoj që nuk ecën më dhe në fakt dhe shembulli ishte ajo e djeshme Bruna. Ata njerëz që më thashin fillim që janë të papërfaqësuar. Kam edhe një pyetje të fundit, meqense thatë për të rikthyer edhe një herë te Partia Demokratike. Thatë që tani në Partinë Demokratike nuk piptin askush, nuk ka askush që të ketë mendim ndryshe apo do dalë kundër liderit. Tani si është kjo parti politike me atë të vitit 2021 kur edhe u votua atëre Këshilli Kombëtar, u mbajt Kuvendi Kombëtar, statuti etj. Po, vërtet, nuk ka qenë, jo ta them edhe të, nuk ka qenë lule as atëherë. Lule në kuptimin lule, jo, për luli, se s'ka lidhje. Po, lule. Nuk e ka pasur, me thonë drejtë duhet ta pranojmë, edhe kur unë kam qenë pjesë, nuk ka pasur vërtet një eshtër, një kock, një psikoz të mbajtjes rregullave, të themi të demokracisë minimale. Me thonë të drejtën. Janë gjitha parti kështu funksionon partinë të Shqipërisë. Po atëherë nuk do të dalim në këtë konkluzion. Mbas edhe janë kështu, janë dakord, mbas edhe janë kështu. Çështja është çfarë përpjekjesh bën një njeri në pozicionin që ka, në pozicionin publik, për të mos qenë kështu, se në qoftë se ky vend vuan edhe për faktin që mungesa e demokracisë në partitë politike gjithmonë në tepër po kalcifikohet. Kjo është e rënda e madhe. Tani pyetja e madhe, po pse e thua për Partinë Demokratike? Po dhe po doni edhe për një nostalgji të vjetër, sepse ka lindur të paktën 35 vite më parë, ka lindur si antiteze asaj që është Partia Socialiste, me thënë drejtë. Tani ta shpresosh një gjë. Nga Partia e Punës apo Socialiste do ishte shumë. Do duhet të ishte nga Partia Demokratike, që me sa duket se është e tillë. Nuk ishte aq lule, sepse kështu vendosin kryetarët? Sepse kështu vendosin kryetarët, por jo vetëm, por edhe për faktin sepse pjesa tjetër i nënshtrohet, zgjedh, pse jo, ta theme këtë, zgjedh oportunizmin, nuk mendon gjatë për të nesërmen
e vetë interesit partjak, me thënë të drejtën, akomodohen në një farë mënyre, dhe ka që thjesht është munges e një lloj identiteti dhe një raporti me të vërtetën dhe me lirinë, me thënë drejtën. Zoti Beja, unë ju falenderoj, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit, Bruna. Një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.